Më datën 6 nëntor, Venusi hyri në shenjën e Akrepit dhe do qëndrojë tek ky shenjë deri më datën 30 nëntor. Venusi është planeti i luksit, i bollokut edhe i romancës, siç e dini tashmë. Dhe kur është në Akrep, ka shumë pasion dhe fizikalitet në marrëdhëniet romantike, gjithashtu mund të rritet toksiciteti në marrëdhëniet romantike, gjë që duhet të jeni në gjendje që ta shikoni tek partneri juaj, por nuk duhet që të toleroni sjellje toksike apo edhe dhunë në çift, sepse mund të jetë e pranishme gjatë kësaj kohe. Krimet e pasionit mund të rriten gjithashtu. Shumica do të jenë shumë të dhënë pas trendeve të fundit të modës, pavarësisht se sa të dëmshme mund të jenë ato për trupin apo sa toksike mund të jenë për trupin. Sa duket fjala toksike lidhet shumë me Akrepin. Shumë njerëz mund të jenë të gatshëm që të nështrohen procedurave estetike të dhimbshme, për hir të bukurisë dhe të modës, prandaj më shumë shfime, tatuazhe dhe stile të pakëndshme veshje, do thoja unë. Do ketë shumë energji të madhe në çështjet e romancës, do ketë probleme të fshehura misterioze tradhti që do dalin pa gjatë kohës që Venusi do jetë te Akrepi pra për gjatë gjithë muajit. Nga ana tjetër mund të ketë ndryshime të forta në tregjet financiare, sidomos në sektorët që lidhen me burime të nëndeshme si energji, naftë, minerale, apo edhe me kriptovalutat. Njerëzit do të ndihen më të kujdesshëm dhe kontrollues në mënyrën se si i ndajnë burimet e tyre me të tjerët. Dhe si do ndikoj Venusi te Akrepi për të gjitha shenjat, unë i kam bërë parashikimet dhe i kam publikuar në Patreon, kështu që mund të klikoni në patreon.com/kejastro në Google, do ju hapet faqja ku mund të abonoheni për $10 në muaj apo mund të blini një postim veshmas për $5 me kartë gjithmonë.